Nëse ndonë dhe shikojmë domët o Vëllezër të ndershëm që i bje pa gjumësia apo ndenjet e natës janë të shumë të Vëllezër të ndershëm. E para është që të ban ti që të dale namazi prej kohës së vetë. Sidomos namazi i sabahit o Vëllezër të ndershëm. Nëse të hik namazi i sabahit, të ka hik shumë khajr i madh. Paramendojni pejgamberi alayhi salatu wassalam thot me një hadith, thot nuk ka për të hinë në zjarmin e xhehenemit një njeri i cili falën namaz para se me lind dielli dhe ai i cili fal namaz para se me prendu dielli. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që s'ka për të hinë në zjarmin e xhehenemit. Ai i cili fal namaz o Vëllezër të ndershëm para se me lind dielli, do të thot e fal namazin e sabahit dhe nuk ka për të hinë në zjarmin e xhehenemit ai njeri i cili fal namaz para se me prendu dielli, do thot e fal namazin e sabahit dhe namazin e ikindis. Vëllezër të ndershëm, kjo është dhuntia e pejgamberit alayhi salatu wassalam që na çojnë neve Allahu subhanahu wa taala, të na mëson neve se si ne duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe si ne të shpëtojmë prej zjarmit të xhehenemit.